Prej disa ditësh në portin e peshkimit në Limjon të Sarandës ka nisur puna për heqjen e disa anijeve të amortizuara e të dala prej kohësh jashtë pune. Specialisti Lirian Çepe thot se një prej këtyre mjeteve gjendej vend bazuar jashtë ujit në bankinë prej më shumë se 10 vjetësh i braktisur dhe prej pronarit të saj larguar në emigracion. Kjo dhe anijet të tjera të ndodhura në kushte të ngjashme sipas Çepes ishin shqetësim pasi për një kohë të gjatë nuk janë pjesë aktive e flotës së peshkimit për shkak të amortizimit ekstrem. Duke vlerësuar, thot ai, se prania e tyre në bankina ishte pengesë për ushtrimin e aktivitetit në kushte optimale, u ndërmor operacioni i largimit të tyre. Operacioni i lëvizjes së mjeteve të peshkimit të dala jashtë pune u bë për të lehtësuar sa më shumë shfrytëzimin e bankinave dhe territorit të portit nga subjektet të licencuara për aktivitet peshkimi. U ndërmor ky pastrim si reflektim ndaj kërkesës së atyre që në aktivitetin e përditshëm pengoheshin nga prania në bankina e anijes Flavio gjatë zbarkimit të produkteve në kohën e kthimit nga gjuetia dhe në ankorimin e peshkatoreve. Peshkatarët kishin kohë që kërkonin lirimin e bankinave nga këto mjete të peshkimit të lëna në gjendje të rësisht amortizuar. Prania e tyre vështirësonte manovrimin gjatë hyrje-daljes nga porti të flotës aktive të peshkimit, ndërkohë që ishte kthyer në një rrezik edhe për personelin e portit dhe operatorët e peshkimit. Mësohet se heqja e tyre nga porti i peshkimit është kryer duke patur mbështetjen e policisë së rendit e asaj të kufirit si dhe të bashkisë së Sarandës. Fal bashkërendimit mes këtyre strukturave u mundësua brenda pak ditësh ajo që nuk ishte bërë për një 10 vjeçar. Largimi nga bankina e portit i anijes së llojit të gjuetisë fundore Trata Koç, ndërkohë që burime portuale thanë se për pjesën e dekompozuar të konstruktit të anijes u bë postimi në brendësi të territorit të portit. Në nisje të javës është programuar heqja e një fluge që kërkon teknikë të specializuar si dhe përdorimin e vinçit. Mësohet se puna është në vijim për të bërë lirimin e të gjitha hapësirave të bankinave në portin e peshkimit në Limjon të Sarandës.